shihet fryma që në komunën e Lipjaj kërkohet ndryshim, kërkohet ndrym i kësaj qeverisjes të stërvjetruar dhe stagnuar, qytetarët kërkojnë ndryshim. Edhe ndryshimi po vjen me lëvizje vetëvendosje edhe më të mira që do sjellim komunës Lipjanit. Po ne thojmë se na dallon e reja, na dallon ndryshimi. Lipjani nuk ka nevojë as për qeverisje të stërvjetruar edhe të stagnuar, pas nuk ka nevojë për një qeverisje të ricikluar, që tentohet kthehet në Lipjan. Ka nevojë për vetëvendosjen, nëse si kandidat vijnë nga një përvojë shumë e gjatë edhe në pozita të ndryshme, nuk kemi afera korruptive, jemi të pastër, do në qeverisje me duar të pastra për të mirën e qytetarit, për një qeverisje që e ka në qendër qytetarin e që punon për qytetarin e jo qytetarit punoj për kryetarin. Ka qenë një muaj shumë intensiv, mirë po aty ku kemi shku, në çdo vend që kemi shku, kemi pas një përkrahje madhështore qytetarëve. E dim që qytetarët kanë pas edhe shantazhe mbi qeverisjet aktuale, që i kanë shantazhuar me ndrym të vendit punës, të pozitës, qoftë në arsim, qoftë shëndetësi, mirë po qytetari do ta tregojë me votën e tij me 12 tetor, edhe do të thotë jo kësaj qeverisje të keqe.